Jo. Nguin apo se ka të nguin aty. Brava. Qa duhet e? Nuk I bën. Qa do? O, Selim. Ore, një sekund tash t'i dale! Nuk është puna këtu, as te lavatriqe, as te rrobat e as te dushi. E kuptoni apo jo? Në këtë shtëpi mungon grua, mungon nuse. Duhet të martoni çunin. Bravo, nuse për çunin. Po mirë, nuk jam kundër e gjejmë. Jo, do t'ka gjejmë ne. E dini ju si e du nusën? Për këtë arsye. Për çfarë jam? E çash. Që të them ty se si e do nusën ti, kupton? Po Jersi. E ke parasysh delirën? E kam. Totalisht e kundërta. E kundërta. E delirës. Po ku të e gjeni, Selim? Aso me atë poti. E gjen Selimi. Facebook. Jo, asnjë mënyrë. Jo? Asnjë mënyrë. Nuset për shtëpi nuk kanë as Facebook, as Instagram, as TikTok, asgjë, nuk kanë kohë ato për gjëra të tilla. Po kur na vjen? Një javë ke këtu. Ja, ta bëra. Ja. Ja. Lere se marrë teknikë lavatrice pik. Man, ku e lash? Erdhe. Qa po bën ti? Po kërkoj dëftesin e shkollës mesme, nuk e gjenë asnjë vend. Për që duhet me? Kam regjistrimin sot në shkollë. Po. Na kontrolloj një herë se s'po e marr vesh. Ja shifi një herë. Mos e kam lënë te dhoma e gjumit. Apo te bufeja te kuzhina. Duhet zbresësh ta marrësh. Kam frikë se do përballem me Mirin. Më pëlqen vetja shumë kështu siç jam bërë. Jam ndryshe. Po të pëlqej vetja, ti e yll, lëre me gjithë mirë, na lëre han me gjithë mirë. Kam shumë frikë. Kam shumë frikë që do më ndryshojnë mendjen. A do kthehem prap gëzimja përpara. Qa pas ka moja I miri, ka shtë mirë, që të ndryshok aty mendjen për një sekund. Do mos e thuaj ty. Se ai Miri, që ta dish ti, ku ka qenë I ri, a qenë kokra yllet. 2 metra bukurosh. Dilnim, shëtisnim bashk, pinim kafe, hanim ëmbëlsira. Ma di njerë më ka blerë dhe lule për 8 mars. Që ka këput, shpirti, që ka Nuk e di, erdhi një moment pastaj që se si ndryshuan gjërat. Su marrë vesh se kur dira ty poshtë se gjen 25 mirë të tjerë. Tash na le të flejmë gjumë se jam shumë e lodhur. Ja, prit një sekond, se s'kam pyet ndonjëherë. Po ti kur do martohesh? Qa moj? Po seriozisht e kam. Dalla që drejtë. Si suqesh? Unë. Nuse.